Kush mendon që ka më konë finalist? Finalist, nëse kur kom pas dal... Po se kanë ndryshu tash. Po normal, ndryshojnë tendencat, kur dola mbi këto, i thash do emra, për tash si normal që e ndryshoj pak më nëse pesho që luja ka ndryshu. Unë besoj si finalist normal që Londrimin e Lionën, Labin e shoh finalist. Regjën. Po Labinat Regjën, lutem. E thash të emra? Po. So du në 5, dhe më thomë. Shko lirë, të mësh me thonë veç një. Këta 3, besoj Alba. Okej. Edhe tjetri, po... Ma herët ku menu që Klodi mund të më konë, po besoj që mund të më konë edhe Ludo, se kogja t'i shtitu strategjit mira që po më pëlqejnë, edhe i posh që janë të pëlqyt e publiku. Besoj që mund më konë këta 5 finalista, vetëm nëse ndryshojnë tendencat apet ndryshoj mendim. E me qëto tendenca, kënë e shë fitus? Fitus, unë e kisha pas qef, kisha thom 3 persona, se nuk po du me dhom një emër, normal që edhe meritat, se unë e kom pasom këtë pjesë që unë jam neutral në këtë pjesë, po 51%, që i bje që në qatë 1% një apë që ato që ma donë zemra. Normal që Labin e kisha thonë ok, let fitan, po edhe Londrimi besoj që karakteri Londrimit si djallë dukat mu më pëlqen shumë, se është shumë pozitiv. Tash Eliona besoj që edhe ai ka meritat e veta, se për një 18 vjeçare kogja është e fort, po një qes ta 3. Ta 3 më pozit pak të njëjtë. Tash unë i kam do